Kjo është pyetja. Unë them se po. Jo juve, e kanë fjalën janë thënë të gjitha ato që u diskutua në takim ose qëllimet e këtij takimi. Prandaj dhe unë ju pyetja që në nisjet e emisionit, isha kurioze të dija si lindi ky takim, kush e kërkoi, si organizuat, kishit kohë që diskutonit, derisa e konkluduat pastaj në atë ditë, në atë kafe e tjera me radhë. Se kjo që thotë Lugonja është e rëndësishme për mbajtja, po. Kur nuk thirret nga struktura drejtuese, ka gjithmonë mjaftueshëm gjatë, ka gjithmonë lëvizje brauniane, lëvizje rastësore, lëvizje të rastësishme që kanë njerëz. Po jo, kjo nuk duket të jetë kaq rastësishme, apo jo? Përfundoj. E kuptoj, okay. Dhe njerëzit takohen, flasin, bëjnë diskutime, shkojnë tek përfundime, nxjerrin dhe në fund fare vinë në një logjik. Zotë Elementi, nuk e di s'do t'a këtë lëvizjen, po nuk e di pse do t'ja heqi peshën. Se dakord, ka arsyet e vera se po do t'i heqi peshën. Jo, padashja e heqi peshën. Më lejo ta përfundoj se ndoshta. Se edhe e quan kështu si. Ju mendoni që neve në jetën tonë, në këtë vit kalendarik, patëm vetëm 2 data. Ditën 11 maj dhe këtejnte. Dhe nuk ndodhi asgjë në ndërmjet. Po, ka ndodhur janë 6 muaj e gjysmë në ndërmjet. Dhe ne kemi diskutuar. Që ne kemi punuar, kemi diskutuar. Nëse ju do shihni për shembull qendrimet e mia. Po ja, këto duam të dimë, këto do të Lugonja. Në korrik, unë kam thonë shumë qartë, duhet të reformatimi plot i Partisë Demokratike apo jo? Është në korrik ajo. Është shumë e përgjithshme kjo. M'fal se bëj edhe një, m'fal që pres 2 minutë, 1 sekond, se lexova një intervistë tënden. Dhe ishte e rëndësishme që ajo që kuptoj, se kjo është fjalë përgjithshme. E bëja krahasimin me një skuadër, s'mund të fusësh me sfushorin portier, s'mund të fusësh këtë atje, tani ata lojtarët, a mund na i përcaktosh kush duhet, cili mund të jetë kapiteni, apo çfarë roli, më konkretisht, cili është trajneri, mendoni ju, keni në ide, apo jo, kaq, më falë se ndërprerja. Se kështu metafora mirë ishte, po pastaj nuk e gjithashtu në përgjigjet zotit Lugonja, me drejt, besoj se mirë kupton që ndoshta në 2 orë apo 3 orë takim nuk zgjidhen dot problemet e 35 viteve, apo jo? Kërkohet koha vetë edhe për këto. Unë jam, sa kam thënë në këtë studi, unë jam gjithmonë kundër djegjes së etapave. Mendoj që ajo teoria e djegjes së etapave e ka çu këtë popull këtu ku ka shku, se mendojnë se të gjithë mund të djegin etapat. Nuk funksionon kështu. Ka procedurë. Ka rregull, ka gjëra. Këtë politik më mirë të themi. Ore gjithka, çfarë të doni juve, çfarë gjithë mendojnë që nga 1 shkohet ke 100 pa kaluar numrat në ndërmjet. Nuk ndodh. Tani, kujdes. U përmend një fjalë. U përmend një fjalë që për mua është shumë e rrezikshme, fjala përçarje. Lejoni të rikujtoj, unë kam hyrë në Partinë Demokratike, kuptimin strukturor, në prill të 22-shit. Kur Partia Demokratike ishte më e përçarë se kurrë, më e shantazhuar se kurrë, më e sulmuar politikisht se kurrë, më e sulmuar juridikisht se kurrë, më e sulmuar ndërkombëtarisht se kurrë, kjo ishte Partia Demokratike. Në ato të merr në mënyrë absolute ne nuk duhet të jemi. Dhe unë kam hyrë në ditën më të keqe të Partisë Demokratike. Këtë e rikujtoni, e sillni në vëmendje për të thënë se ju nuk jeni sepse aty tani për ta përçarë sërish. Neve e pam dhe vujtëm në kurriz dhe dim fare mirë se çfarë do të thotë. Dhe në mënyrë absolute në ato lloj situatash nuk duhet kthehet Partia Demokratike. Zoti Ali Mehmeti, nëse ju do synoni ristrukturimin e Partisë Demokratike, do duhet të përçani këtë leadership, kështu që prapë përçarja do jemi. Është përçarje, besoj e kuptojmë gjithë se për çfarë përçarje po flasim. Asoj Partia Demokratike as logo s'kishte, as simbol, as flamur s'kishte, as tani ka një leadership që nuk është më i dëshirueshëm. Ajo është e vërtetë. Dhe që është megjithatë, nëse ju mbani mend, ai grupazh aty në bazë të disa premtimeve, disa shinave që u vunë për një hapje, për një meritokraci, për një rithemelim, shumë njerëz u afruan tek ato parime dhe ju prodhoi një protestë 7 korrikut 2022-shit, besoj mbani mend. Sa madhështore ishte. Kur ishte PD-ja? Në ditën saj më të keqe. Dhe është e aftë gjithsesi të ngrej frym. Neve po kthemi këtë, ka një element kyç. Këto 3 premtime, duke mos u mbajtur plotësisht apo pjesërisht, kanë bërë që një pjesë e madhe ndjekësish, cilët vazhdojnë besojnë tek Partia Demokratike, cilët vazhdojnë besojnë ke rotacion, dhe duhet rotacioni me dojë mos, dhe këto mund ta bëjë vetëm Partia Demokratike, dhe jo gjëra tjera, çfarë do lloj fantazie mund të kenë tjerët. Partitë të reja keni fjalën. Kjo ndodh nëse ne rikthehemi ke këto parime.
Ke këto premtime. Ta dëgjojmë, ju lutem, po. Nëse ne rikthehemi tek hapja, nëse ne rikthehemi tek meritokracia, nëse ne rikthehemi tek rrithemi. Pra, mundeni dot, kjo është diskutimi. Ja, kjo është çështja. Pra, këto ku diskutohen idealisht, diskutohen patjetër brenda strukturave. Po strukturat? Tash të themi drejtën, neve nuk kemi vështirësi të arrijmë të këto struktura ta diskutojmë, sepse i thamë që është mos t'i ripërsërisim. Dhe nuk është çështje individuale, nuk mund të funksionojë partia me individualitete. Duhet të funksionojë si forume, duhet të funksionojë si struktura. Dhe në këtë aspekt patjetër shumë e rëndësishme demokracia brendshme dhe transparenca. Pse ju e them? Sepse neve për shumë pak muaj do kemi gjitha nivelet pozicionet e brendshme politike, gjitha do hyjnë në zgjedhje, se na marrojnë mandatet të gjithëve. Nga niveli më i ulët, niveli zonal, deri në nivelin më të lartë të partisë. Dhe për këtë aspekt, patjetër duhet një demokraci, patjetër duhet një transparencë, po patjetër duhet edhe një fushat, po patjetër duhet edhe njerëzit dalin, si e tha zoti Lubonja, pra duhen individët, po duhet të kenë ambicien këta individët. Dakor? Pra nuk është se mund të thoshte dil ti këtu dhe i vendos dikush këto. Dakor? Unë nuk besoj se ka njeri që ka forcën e Zotit në këtë botë. Pra, fund fare ditës, duhet të ketë ambicien, duhet të ketë dhe kurajo një person që të shfaqet. Dhe dali dhe thotë, unë duhet të qëndroj për këto, dhe fillon ngren platformën, vizionin e tjera, ja paraqet njerëzve. Ama me kusht që zgjedhjet e brendshme të Partisë Demokratike nuk bëhen me ato listat fiktive siç i kanë parë që bëhen. Unë edhe shumë tjerë që janë brenda Partisë Demokratike. Lista fiktive? Po ju e dini. Cilat përdo... Po i dini se... Po s'ka gjë, ju e një njeri maftueshëm informuar mbi realitet. Lista fantasike. Fiktive? Duhet garantu procesi në një garë të hapur dhe të rregullt. Kush e garanton këtë proces? Absolutisht më pas zgjedhin demokratët dhe zgjedhin antarët. Dhe është krejtësisht normal. Struktura drejtuese duhet ta garantojnë. Ato që organizojnë procesin. Se nuk organizohet nga poshtë, organizohet nga lart. Me të drejtë, nëse kjo bëhet, dhe zoti Berisha i ka të gjitha mundësit për ta bërë këtë, i ka të gjitha mundësit, nëse kjo bëhet, jo garantoj, dhe kthehemi ka ato tre parimet që flasim, Partia Demokratike kthehet shumë shpejt në forcë dhe alternativë qeverisë. Kthehet shumë shpejt, se ja kemi bërë 22-shin në shumë pak kohë, jo si lirë. Kjo është me nëse. Jo si lirë. Prapë te zoti Berisha shkojmë pra. Nëse zoti Berisha e bën këtë thoni ju. Po shkretari i Partisë Demokratike, ai është garantori i parë. S'diskutohet. Garantori nuk mund të vi nga poshtë, garantori vjen nga lart, në mënyrë absolute. Dhe t'jemi edhe një herë, rikthehemi një 22-shin. Ajo lloj energjie, pa pasur në asgjë, kush e gjeneroi? Partia Demokratike gjeneroi. Jo individu, jo i lirë. Energji në ç'kuptim zoti Ali Mehmeti? Energji përballë Ramës apo përballë Bashës? Se duhet ta shërojmë. Më 7 korrik 22-shit ishte përballë Bashës. Po ju diskutojni si doni, unë kam qenë organizator, nuk kam qenë kundër Bashës. Unë kam qenë kundër Ramës dhe vazhdoj mbetem kundër Ramës. Një nga, të lutem, foltorja, të lutem, nuk jam kur individualist. Jam pjesë e një grupi dhe një ekipi. Tash do kthehemi në 7 korrik. Po jo pra se foltorja ishte për të dhuar Bashën, nuk ishte për të dhuar Ramën. Foltorja ishte pak më parë. Unë nuk kam qenë pjesë e foltorës. Ju thash, unë kam hyrë në fund aprill të 22-shit. Po unë po i them për mua. Dhe protagonisti dorës parë në atë kohë, dhe e di shumë mirë çka ndodhur. Po nuk ka qenë lëvizje kundër Ramës. Që t'jemi të qartë. Pra, energjia që u prodhua brenda PD-s për zgjidhur problemin PD-s, jo për ballkështarin. Unë shkoj për të logjiku hedhjen e një sistemi i cili po kalbet e po bie vetë. Juve po të puna është mos të bjerë të kalbet e zedhe gjithë Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët brenda. Atëherë, këtu Partia Demokratike duhet kthehet në forcë dhe alternativë qeverisë të fortë, se vetëm Partia Demokratike mund ta bëjë. Pa diskutim. Nuk ka asnjë diskutim tjetër. Nuk mund ta bëjë fraksion, nuk mund ta bëjë grup i ri, nuk mund ta bëjë lëvizje e re, nuk e bë. Partia Demokratike kur forcohet arrin ta bëjë. Kemi mendim tjetër.